qytetarit për çështjen kombëtare që ishte e anatemuar mbi gjysmë shekulli. Emisionin mund ta shikoni nga ora 18:05. Mulla Idris Xhilani ishte një figurë poliedrike që mbi gjysmë shekulli mbeti anatemuar dhe i pastudiuar nga shkencat e historisë, por ishte dhe mbeti në kujtesë vetëm në mendjen e popullit që nuk i harron mbitë e tij, edhe atëherë kur pushtetet përdorin tërë forcën për të fshirë këtë kujtesë. Ai ishte intelektual i kohës që se deshi rati në skoltukun kur Kosovës i vihe zjarri. Ai e deshi tokën arbrore edhe kur thurishin planet djallëzore, kur qenia njerëzore rrezikohej seriozisht dhe kur hartat ballkanike evropiane psonin ndryshime. Mulla Idris Hairullahu qëndronte konsekuent për bashkimin e trojeve shqiptare. U lind me 4 qershor të vitit 1901 në fshatin e Velekins të Xhilanit në një familje me tradita patriotike. Prindërit e tij Hairullahu dhe Sala kishin edhe 2 djem, Mehmetin dhe Bajramin, dhe një vajzë, Gjikën. Shkollën fillore me tepin e Kremën e Cernis, kurse shkollën e mesme e Rushdie në Gjilan. Pas maturimit me 1926 shërbeu si imam në disa fshatra të Karadakut. U martua me Hatixhen nga Xhilani, me të cilën pati 3 fëmijë, Eminën, Musën. Serialin dokumentar Heronjët e Shqipërisë mund ta shikoni nga ora 18:30.